Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të rrëfyer pranë jush një histori shumë të tmerrshme. Rrëfimi më ka mbërritur nga një nuse e cila tregon një ngjarje të jashtëzakonshme, ku në momentin që ka hyrë në restorant tek burri i saj në ditën e dasmës, që ka qenë e veshur me fustan nusërie, në fustanin e saj ka plasur një gjak jashtëzakonshëm. Do të thënë të gjithë janë befasuar, çfarë ka qenë kjo gjë, ka qenë magji, a çfarë ka qenë, do të thënë këtë do ta zbulojmë në momentet në vazhdim. Hyra në derë me zemrën që më rihte fort. Ishte dita që duhej të ishte më e bukura e jetës time. Fustani im ishte i bardhë, i gjatë, i pastër, ashtu si që kisha ëndërruar që fëmia të fustan. Por askush nuk më kishte treguar se bardhësia ndonjëherë mund të njollosej në sekond dhe të mos të pastrohet kurrë. Kur hapa derën e sallës, dëgjova duar trokitje. Të gjithë po buzëqeshnin. Askush në fakt nuk e pa frikën në sytë e mi. Askush nuk e ndjeu se në thelb diçka nuk shkonte. Bëra 2 hapa dhe papritur ndjeva një djegje të fortë në trup. Sikur diçka mu këput krejtësisht brënda në trup. Unë dala, shikova poshtë, gjaku. Gjaku im po pikonte mbi fustanin tim të bardhë. Në fillim mendova se po më tradhtonin sytë, por jo, gjaku ishte imi. Britma ime në atë moment u përzije me muzikën. Njerëzit menduan se ishte emocioni im dhe askush nuk e kuptoi tmerrin edhe pse kisha gjak para fustanit. Ula në tokë, fustani im i bardhë u përhap në dysheme dhe u skuq. Gjaku po e përpinte të tërin, po përpinte gjithçka. Ai, burri im, qëndronte përballë meje. As nuk lëvizi, as nuk erdhi, e as nuk më preku. Vetëm më shikonte tepër i habitur. Dhe në atë moment e kuptova se nuk isha e sigurt as aty, as në atë ditë, e as në atë martesë. E mbaj mend që erdhën më morën edhe më quan me shumë nxitim ambulanca, drita, zhurma, zëra që unë realisht nuk i dëgjoja më, nuk i dëgjoja kurrë. Më shpëtuan trupin tim, por jo shpirtin tim. Pas asaj dite, askush nuk më fliste për gjakun. Të gjithë flisnin për incident në thonjza. Për fat të keq, për prova. Askush nuk më pyeti pse ndodhi sa po hyra tek burri im. Askush nuk më pyeti pse burri im në atë moment nuk u afrua që mua të më ndihmonte, siç i takon një burrit për një grua.
Pse ai nuk qau fare me atë që e pa? Pse ai nuk u tromp? Askush nuk i drejton këto pyetje. U ktheva në shtëpi si një grua e martuar, por pa buzëqeshje, pa zë, edhe pa vullnet. Çdo natë e shikoja fustanin. E kisha ruajtur, ishte i palar pikërisht me njollën e gjakut në krahëror. Sepse ajo njollë është e vërteta ime. Martesa ime nuk filloi me dashuri. Martesa ime filloi me gjak, filloi me frikë, filloi me heshtje. Ai më kontrollonte gjatë gjithë kohës, do me thënë u shëndrua si në një polic kundër drejt meje. Fjalët e mia e kontrollonte, mesazhet që shkruaja, hapat e mi, frymëmarrjen time u shëndrua në një lloj përbindshi. Njeriu që më dëshironte dhe më kishte në zemër më së shumti. Sa herë shikoja atë fustan, më kujtohet salla, më kujtohet dyshemeja e ftohtë, më kujtohet gjaku që rrithte dhe nuk e kuptonim nga ku vinte. Dhe më kujtohet më keq që askush në atë moment nuk erdhi pranë meje për të më ndihmuar. Nuk isha nuse, isha një grua e thyer që e mbante dhimbjen e saj nën fustan. Sot flas me lot, sepse për shumë kohë unë kam heshtur, nuk mundesha të flisja. Fustani im i bardh u njollos atë ditë, por jeta ime u njollos për shumë vite. Nuk e kuptoj dot se çfarë ndodhi, por të gjithë dishojmë se ka qenë një magji. Edhe pse halla e burrit tim e ndaloi që ne të ndjekim këtë gjë dhe ta kuptojmë se çfarë në të vërtetë ndodhi në familjen tonë. Ky është një trishtim që unë po e përjetoj dhe dëshiroja ta ndaj me ju dhe të marr mendimin tuaj. Çfarë mund të jetë kjo gjë që në ditën time të dasmës mu shfaq një gjak? E pra të dashur miq, zonja në fjalë dëshiron të merr mendimin tuaj. Do të thënë si analizoni ju këtë gjë, si e komentoni, çfarë mund të jetë ai gjak që pikërisht është shfaqur në ditën më të rëndësishme të jetës.